Mirëmbroma dhe mirë se vini në War Report. Do t'jeni me mua Sali Doçin për gjatë minutave në vijim për të njohur më gjërësisht me të gjitha zhvillimet kryesore sa i përket dy fronteve më intensive të betejës. Sigurisht vëmendja e mediave ndërkombëtare, por gjithashtu edhe transmetimeve tona të drejtë për drejta ka qenë tek lufta mes Izraelit dhe Hamasit, një luftë kjo e cila duket se është në pauzë në kuadër të negociatave që po mbahen në Sharm el Sheikh të Egjiptit. Vetëm disa minuta më parë, në një informacion të minutës fundit nga negociatat hermetike, CNN, por edhe Sky News kanë raportuar se një marrëveshje paqe mund të nënshkruhet brenda 48 orëve në vijim, bazuar edhe në burimet e tyre. Por zhvillimi i këtyre negociatave për gjatë ditës së tretë të tyre erdhi padyshim nga ajo që konsiderohet ulja e gjigantëve në tryezën e negociatave. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dërguan në Sharm el Sheikh të dërguarin e Donald Trump për lindjen e mesme Steve Witkoff, por gjithashtu edhe ish-këshilltarin e presidentit amerikan Donald Trump dhe dhëndrin e tij Jared Kushner. Janë pikërisht të pamjet cilat tregojnë burritjen e krerëve kryesor të delegacionit amerikan, ndërkohë që në negociata nga pala e Hamas po merr pjesë edhe Khalil al-Hayya, i cili ishte shënjestër një muaj më parë e Izraelit në një sulm që kreu në Doha, kryeqytetin e Katarit. Siç thash pak më parë në informacionin e minutave të fundit, parashikohet se do të kemi një marrëveshje brenda 48 orëve në vijim, por një tjetër problematike e rëndësishme sa i përket arritjes së kësaj marrëveshje, sipas asaj që raportoi Sky News, lidhet me faktin se Hamas thotë se nuk mund të dorëzojë të gjithë trupat e pengjive të vdekura, pasi për shkak të fraksioneve militante që ky grup ka, ata nuk e dinë se ku ndodhet çdo viktim, ndërkohë që Izraeli ka bërë të qartë se është kusht i domosdoshëm dorëzimi i çdo trupi në mënyrë që të përmbushet premtimi amerikan që trupat izraelit të tërhiqen dhe të kryen edhe tërheqjen cilën Donald Trump e parashikoi. Grupi militant ka pasur disa përplasje me Izraelin në 2 ditët e para të negociatave për shkak të tërheqjeve së këtyre trupave. Ndërkohë, duket se lufta ka vjuar në Gaza. Ministria Palestineze e Shëndetësisë e kontrolluar nga Hamas ka thënë se u vranë 8 persona për gjatë ditës së sotme, por Tel Avivi zyrtar thotë se ishin operacione të domosdoshme kundër terroristëve, duke pretenduar se ato që janë goditur kanë qenë pikërisht militantë të Hamas. Të paktën 61 persona të tjerë janë plagosur në 24 orët e fundit në enklavën palestineze. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë treguar se janë të angazhuara jo vetëm në negociata për paqe, por edhe në eliminimin e atyre që konsiderohen celula terroriste. Së fundmi një zhvillim vjen nga Siria, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, komanda e tyre në lindjen e mesme, ka goditur nëpërmjet një rakete të quajtur Ninja, një prej krerëve apo një prej komandantët të lartë të Al-Qaedës, bëhet fjalë pikërisht për Muhammad Abu Al-Wahab Al-Med, i cili është vrarë në automjetin e tij. Janë këto pamje të cilat ka sjell Ocean Defender, duke treguar kështu edhe makinën e shkatruar. Raketa Ninja që përdoren Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një raketë pavetësisht përthyese, e cila nëpërmjet 4 ndarjeve në kokën e saj arrin që të blindojë targetin, siç ka qenë në këtë rast një makinë, dhe të arrijë që të vrasë pikërisht edhe objektivin e kërkuar. Është përdorur edhe më herë në misionet të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e lindjes mesme. Zhvendosemi me fokusin tashmë në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Palët kanë vjuar me deklaratat e tyre, të cilat tregojnë se njëra po humbe, tjetra po fiton. Është hera që është radha e Kievit që të bëjë këto pretendime, pasi Vladimir Putin deklaroi se trupat e Ukrainës ishin vrarë 48.000 për gjatë muajve të fundit. Një raport i fundit i sjell nga projekti i Ukrainës Dua të jetojë, një projekt ky shtetëror me financim nga qeveria e Kievit, ka treguar se vetëm për gjatë këtij viti Rusia ka humbur në frontin e betejës 281.000 ushtarë. Në të dhënat e Kievit zyrtar, cilat shpeshherë janë besuar se janë edhe propagandë për të bindur dhe për të rritur entuziazmin në frontin e betejës, thuhet se ka në këto numra persona që kanë humbur jetën, persona të cilët kanë mbetur të plagosur, të zhdukur, të marrë peng dhe gjithashtu edhe të arrestuar. Nga totali 86.740 ushtarë rus janë vrarë, përfshirë 1.583 oficerë dhe 8.633 të dënuar dhe të rekrutuar nga burgjet. 33 të tjerë u listuan si të zhdukur, ndërsa 158.000 u plagosën dhe 2.311 janë kapur nga forcat ukrainase. Ndërkohë, raporti më i fundit i bërë nga komanda e Ukrainës flet për një humbje të Moskës në frontin e betejës të më shumë se 1.100.000 ushtarëve, duke përfshirë këtu personat e vrarë apo edhe personat e plagosur. Është një diferencë, pasi kjo shifër flet për të gjithë luftën, ndërkohë që shifra prej 281.000 ushtarësh i referohet vetëm 8 muajve të parë të këtij viti. Ndërkohë Putin vjon me retorikën e tij, duke pretenduar se Rusia ka pushtuar më shumë se 5.000 kilometra në Ukrainë për gjatë muajve të fundit. Sipas asaj që ka deklaruar Vladimir Putin, për gjatë këtij viti ata kanë arritur që të marrin këtë sipërfaqe rekord, e cila
ndryshe përkthehet si 1% e totalit të sipërfaqes së Ukrainës. Ndërkohë Kievi zyrtar duket se vijon dhe kërkon të hakmerret ndaj sulmeve ruse dhe për këtë arsye ka kryer një ndër sulmet më të rënda i cili ka ndodhur në rajonin e Belgorodit. Këto pamje që po shihni në këto momente në ekran tregojnë shpërtimin pranë një zone të banuar ku humbën jetën 3 persona, ndërkohë që u plagosën edhe 9 rus. Përshkrimi i videos publikuar në X është e qartë, Krimea ka mbetur pa karburant, Belgorodi ka mbetur pa energji elektrike, ndërsa Bryansku ka mbetur pa mundësinë për të vendosur në punë edhe centralet e tij të energjisë elektrike, duke shkaktuar dëm kështu në infrastrukturën kritike, diçka që Moska ka synuar t'ia bëjë Ukrainës përgjatë të paktën një vit e gjysmë së fundmi, duke i konsideruar këto sulme ndaj infrastrukturës kritike si mënyra më e mirë për të ndalur dhe të goditur edhe armikun. Ndërkohë sulmet ka pasur edhe nga Rusia drejt Ukrainës, të paktën 5 persona raportohet se kanë humbur jetën përgjatë 24 orëve të fundit. Forcat ushtarake të Kievit kanë publikuar pamje të cilat tregojnë shtollunga të mëdha tymi në zonat banuara, por gjithashtu edhe në objektiva të infrastrukturës kritike energjitike. 37 persona të tjerë kanë mbetur të plagosur, ndërkohë forcat e mbrojtjes së Ukrainës thonë se kanë rrëzuar 154 dronë, nga gjithsej të paktën janë lëshuar 183 në total dhe 22 prej tyre kanë goditur në 11 lokacione të ndryshme. Do të ndalemi në pjesën e fundit të Magic Wall për të folur për revolucionin teknologjik që Ukraina ka bërë sa i përket përdorimit të armëve të ndryshme. Kemi folur disa muaj më parë për dronët detar dhe kapacitetin e tyre në frontin e betejës. Magura V5 është arma surprizuese e cila është konsideruar nga analistët ushtarak si një thikë mpret që çan përmes valve të detit me një shpejtësi prej deri në 70 km apo milje për orë. Ky dron detar, i cili është konsideruar edhe një varkë robotike, ka arritur që të shkatrojë disa nga anjet më të rëndësishme të Rusisë në detin e Zi. Tregojnë pikërisht këto pamje të një sulmi të ndodhur vetëm disa muaj më parë, ndërsa ekspertët ushtarak kanë treguar se kjo anije, e cila ilustrohet pikërisht këtu në mënyrën se si lëviz, është e aftë që të mbajë pikërisht edhe 2 raketa, të cilat mund të kenë një rrezë veprimi deri në 30 km. Raketat vendosen pikërisht në anët e saj, duke bërë të mundur kështu edhe shënjestrimin e objektivit final të forcave ushtarake të Kievit. Për të gjitha këto që raportuam në Magic Wall, por mbi të gjitha për negociatat që mund sjellin paqe në Gaza, do të diskutojmë mbrëmjen e sotme në program, menjëherë vetëm pas siglës. Mirë, zhvillimet e fundit tregojnë se mund të kemi në nënshkrimin e një marrëveshje brenda 48 orëve të ardhshme, por gjithashtu palët kanë pasur kërkesa për cilat janë shkaktuar edhe përplasje. Për të diskutuar zhvillimet më të fundit nga ato që konsideroheshin negociatat më hermetike të deri tanishme për paqen në lindjen e mesme, do të kemi në pjesën e parë të War Report profesor doktorin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Emilio Çika. Kënaqësi e veçantë për ftesën. Në përmban zoti Çika, duket se kemi zhvillime të cilat vinë menjëherë pasi gjigantët ulen në tryezën e negociatave. Bëhet fjalë për delegacionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë Steve Witkoff, duke përfshirë edhe atë që ka qenë ish këshilltari Donald Trump në mandatin e tij të parë, pikërisht dhëndrin e tij Jared Kushner. Kush kanë qenë dinamikat e këtyre orëve të fundit, ndonse nuk kemi raportime. Pra, a ka vletur presioni amerikan ndaj të dy palëve për të ardhur në këto raportime që jemi shumë pranë paqes? Shkoni, presidenti amerikan ka dërguar të besuarit e tij dhe përveç palës që është Amerika, janë dhe palët e tjera të cilat janë po aq të rëndësishme në atë që përpiqen për të treguar, do thoshja unë, rolin e tyre në konflikt. E para është vetë vendi organizator e Egjipti, ku presidenti Al-Sisi me një ngulm jashtëzakonisht shumë të madh përpiqet që të vërtetoj rolin e Egjiptit dhe për t'u njohur nga bota arabe si një vend i cili është udhëheqës dhe një vend i cili është pro paqes dhe pro stabilitetit të rajonit, dhe nga ana tjetër duhet thënë që është edhe Turqia. Turqia me cila ka marrë dhe ato që janë, do thoshja unë, një mbështetje të vazhdueshme dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe fjalët më të mira kundrejt presidentit Erdogan për atë që është roli i tij në negociata dhe për nga ana tjetër për të vërtetuar dhe vetë Turqia atë që është roli i saj në botën, si në botën arabe, atë edhe në lindjen e mesme.
Ka ana tjetër, sigurisht që pala kryesore në negociatat, apo palët kryesore në negociata janë Izraeli dhe Hamasi, të cilët janë një, do thosh, janë në ethet e diskutimeve që ashtu siç edhe paraqite dalin informacione të pakta, informacione të cilat rrjedhin, janë kryesisht ato të cilat shkojnë në ato të janë pengesat e deritanishme për të arritur marrëveshjen e shumë kërkuar. Kryesisht flitet për teknikalitetet tashmë, të cilat lidhen me ato që ka të bëj shkëmbimin e pengjeve, se vërtet kryesisht flitet për pengjet të cilat janë marrë nga Hamasi, apo ata të cilët janë të gjalla, apo edhe trupat e atyre të cilët kanë humbur jetën. Por në realitet marrëveshja ndërmjet si plan marrëveshja e paraqitur nga presidenti Trump, si ato që po diskutohen, flitet për shkëmbime pengjesh, që do të thotë që ose nga njëra anë pengjet të cilat ka Hamasi dhe nga ana tjetër të burgosur palestinez të cilët do lirohen nga Izraeli si një marrëveshje ndërmjet dy palëve. Pra në thelb flasim për shkëmbim midis dy vendeve, dy palëve më saktë, sepse s'mund të flasim në rastin konkret për Hamasin si përfaqësuesi të gjithë ose një vendi unitar. Nga ana tjetër, një problematik po aq e rëndësishme e cila diskutohet është stabiliteti apo dita e nesërme e qeverisjes së Gazës. Dhe një nga problematikat të cilat ngre Hamasi në momentin e diskutimeve është pikërisht se si do qeveriset Gaza ditën e nesërme, cili do jetë pushteti i vetë Hamasit, do ketë apo jo. Dhe duke patur parasysh këtë them dhe fragmentarizimin që ti paraqite edhe në insert, Hamasi vërtet shihet si një entitet politik ushtarak dhe është pikërisht ky. Dhe ka dhe dy fraksione të fuqishme, atë që është fraksioni ushtarak dhe fraksioni nga ana tjetër politik që shpeshherë janë edhe në përplasje ose në divergjenca, do thoshja unë, të qëndrimeve të caktuara. Pikërisht. Zoj politiku pati presion nga vendet arabe për ta. Pikërisht. Rrjedhimisht duhet që të ketë dhe një emërus të përbashkët dhe të fraksioneve të brendshme brenda Hamasit, ku çështja kryesore është dita e nesërme, siç u thash, në lidhje me ato që është plani amerikan, dhe në planin amerikan i përqendrohemi tek 20 pikësh, i cili sigurisht është një marrëveshje për një bazë marrëveshje të mëtejshme të ndërmjet palëve, por me sa duket në diskutime ndërmjet të gjithë palëve të pranishme në Egjipt, po shihet që po ndërhyjet në pikat fillestare, duke modifikuar apo duke, do thoshja unë, sjell në përshtatje të diskutimeve edhe pikat e draft marrëveshjes paraqitur nga presidenti Trump. Treta që lidhet po me të ardhmen e rajonit, kemi të bëjmë edhe me kush do qeverisi ditën e nesërme Gazën. Dhe në bazë të marrëveshjes flitet për një, do thoshja, një entitet shumë palësh, i cili do drejtohet nga ajo që është Këshilli i Paqes që ka paraqitur presidenti Trump, apo edhe nga persona të cilët janë. Deri tashmë kemi vetëm një person politik me një emrin të paktën e një personi politik të Tony Blairit, i cili është do thoshja në kundërshtim të fortë nga Hamas. Pikërisht, sepse ka një të shkuar e cila vërtet ka një njohje të mirë dhe lidhje të mirë me shumë të mirë, do thoshja, me vendet arabike nga njëra anë, por nga ana tjetër shihet edhe si shkaktari kryesor i luftës së Irakut dhe që nuk ka atë optikën pozitive në lidhje me këndvështrimin e Hamasit për atë që do jetë roli i tij. E pranojnë ndoshta si një rol që të ketë një rol, po një rol jo prezent në rajon, por një rol i cili do jetë më shumë këshillimor kundrejt organit drejtues të politik të ditës së nesërme. Kështu që megjithatë shihet që palët po shkojnë drejt një zgjidhje që do në këndvështrimin edhe të analizës, po edhe në këndvështrimin tim, do jetë një marrëveshje e cila nuk do jetë afatgjat, por një marrëveshje e cila do jetë... Por
Më falë që të ndërpres, duat ndalem në një informacion të minutës fundit. Ka pasur një reagim zyrtar nga Marco Rubio, sekretari amerikan i shtetit, i cili ka folur për mediat amerikane pas raporteve për zhvillime pozitive mbrëmjen e sotme, duke thënë se ai është informuar se ka pasur zhvillime pozitive në të gjithë progresin e negociatave të mbrëmjes së sotme, duke përmendur kështu se Shtëpia e Bardhë po konsideron organizimin e një udhëtimi të Donald Trump drejt lindjes mesme, për qenë pikërisht edhe pjesë e këtyre negociatave dhe arritjes së një marrëveshje. Marco Rubio më saktë ka deklaruar qartësisht se Trump do të udhtojë drejt lindjes mesme nëse palët arrin edhe këtë marrëveshje, e cila fillimisht do të sjellë pushimin, por sipas tij insistimi i Donald Trump do të sjellë edhe paqen. Zoti Çika, duat të ndalem pak sepse duket se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po lëvizin çdo manovër. Ditën e nesërme është planifikuar një takim që do të mbahet në Paris për të ardhmen e Gazës, pas kundërshtive që ekzistojnë pikërisht për Tony Blair, është Macron i cili në mesin e një krize politike dhe kushtetuese do të pres këtë takim, por duket se Rubio nuk do të ketë mundësi të shkojë për shkak të mbylljes së qeverisë atje, pavarësisht se flitet për një pjesëmarrje virtuale të tij edhe në këtë summit. Por dua të rikthehem tek kundërshtitë mes palëve, pasi Izraeli ka treguar her pas here, por edhe Hamas, ndonse perëndimi ka lënë fajin Hamas duke thënë se topi ishte në fushën e tyre, se është i gatshëm të shkatërrojë çdo marrëveshje në minutën e fundit. E nga ana tjetër, shohim një presion që ka detyruar delegacionin izraelit të ulet përballë Halil Al-Kaya, atij që ishte shënjestra e tij në një sulm në Katar. Ndërkohë, për të folur pikërisht për diferencat mes palëve, Hamas nuk pranon çarmatosje totale, nuk pranon një qeverisje të huaj, thotë duhet të jem palestinez. Nga ana tjetër, thonë se nuk kanë edhe të gjithë pengjet e vdekura, ndërkohë që 3 muajt e fundit, lufta kryesore Benjamin Netanyahu ka qenë lirimi të gjitha pengjeve për njerëz. Shikoni, e gjithë, do thosha unë, Gërçi është kryesisht e ardhmja e rajonit dhe e ardhmja e Gazës në qenësinë e të gjithë debatit apo edhe të negociatave që po bëhet. Teknikalitetet e tjera janë të zgjishme dhe do zgjidhen, por të gjitha këto shërbejnë vetëm në atë që është se si do jetë e ardhmja dhe cili do jetë pushteti i qeverisës në fund të fundit i Gazës. I Gazës dhe në tërësi pastaj se si do shkojë edhe ndërtimi apo jo, apo mundësia e krijimit të një shteti unitar palestinez. Pse them këtë? Marrëveshja 20 pikëshe lë një derë për mundësinë e krijimit të një shteti palestinez. Por nuk flet për krijimin në vetvete të një shteti. Lë mundësinë se nëse marrëveshja dhe ardhmja do jetë bazuar në atë marrëveshje dhe marrëveshja do jetë e suksesshme dhe do t'rregojnë në thellësi kohe, atëherë mund të krijohen premisat për krijimin e shtetit palestinez. Kjo nga ana tjetër është edhe një, do thoshja, një nga diskutimet më të hedhshme nga pala e Izraelit, sepse deri tashmë nuk ka pranuar për ekzistencën apo për krijimin e një shteti palestinez. Dhe këtu lidhemi apo shkojmë edhe në atë që ju paraqitët që vetë Hamasi si sheh të ardhmen e rajonit. Izraeli dhe palët ishin të detyruara që të pranonin ata që qoftë drejtimin politik, në rastin konkret politik, në negociatat të Hamasit, sepse është vetëm një palë, e cila ka mundësin apo edhe forcën për të imponuar brenda autoritetit në përgjithësi palestinez. E them këtë duke patur parasysh se në aspektin e bregut apo autoritetit në bregun perëndimor, drejtuar nga mund të themi, ta vlerësojmë si presidenti Mahmoud Abbas, ka një autoritet, por një autoritet të shtrirë edhe në Gaza. Pra, rrjedhimisht, Hamasi është palë e detyrueshme për të qenë në negociata dhe për të pranuar nga të gjitha palët e tjera për të qenë aty. Ajo që është e rëndësishme, dhe do thoshja edhe diçka tjetër, është roli politik në diskutimet e ditës së nesërme. Ka disa kërkesa nga Hamasi dhe kthejmë tek rikthimi apo lirimi i disa të burgosurve palestinez, të cilët kanë një rol politik të rëndësishëm dhe mund të jenë figura unitare për të gjitha palët. Pse e them këtë? Sepse të burgosur të palestinez brenda në Izrael është një prej tyre të cilët Hamasi po e kërkon me ngulën, por nuk lëshohet apo nuk jepet nga Izraeli si mundësi për lirim, ai që konsiderohet si Mandela palestinez, i cili është Marwan Barbati, i cili ka mbi thuajse 20 e ca vite, i cili është i burgosur në Izrael,
duke patur për një histori le televizjeve politike dhe kryesisht politike, Izraeli e lidhe edhe me aktivitet terrorist, për palestinezët është si do thoshja martiri politik i Palestinës dhe kërkohet lirimi i tij për të qenë një nga mundësitë për drejtimin politik të ditës së nesërme në Gaza. Figura në fjalë është shumë e debatueshme, si brenda vetë autoriteteve të ndryshme palestineze. Për një person të lidhur me Hamas apo jo drejt? Ka qenë kryesisht pjesëtar në organizatën Fatah gjatë Indifandës 1 dhe Indifandës 2, por që asnjëherë në vetvete nuk ka qenë ose nuk ka pranuar që ka kryer vepra terroriste, por në momentin e arrestimit që është bërë nga forcat izraelite, është lidhur personi në fjalë me ata të cilët kanë kryer bombardime të ndryshme ose vendosje bombash në brenda territorit të Izraelit dhe e kanë lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë me urdhra të cilat janë dhënë prej tij. Megjithatë është një figurë e cila pranohet nga palët apo fragmentarizuese brenda në Palestinë, nga të gjitha anët, dhe mund të jetë dhe një nga figurat e cili mund të pasojë edhe presidentin në autoritetin perëndimor të Palestinës, dhe është një nga figurat të cilat kërkohet me ngulm dhe në negociata për t'u liruar. Ka qenë diskutuar ditën e sotme, por është le të themi, zotimi i Izraelit për mos lirimin e tij një pjesë e strategjisë raportuar nga mediat ndërkombëtare për ça dhe sundo, pra ato e kanë treguar qartësisht se duhet të ketë një bord ndërkombëtar dhe jo një bord palestinez. Sigurisht Palestina nuk mund të pranojë për një bord palestinez. Më falni, Izraeli nuk mund të pranojë bordin kryesisht palestinez të Gazës. Dhe sigurisht nga ana tjetër duhet të përmbahen brenda pikave të cilat janë të presidentit Trump. Pra, ajo që është, do thoshja, draft marrëveshja e dhënë nga presidenti Trump është dhe ajo e cila do jetë si bazë për marrëveshjen. Por ka dhe një pikpyetje tjetër. Kjo marrëveshje a do jetë gjatë apo jo? E para kjo, a do çojë në krijimin e një paqeje, e dyta, dhe a do jetë realisht një marrëveshje e cila do çojë në krijimin e një autoriteti shtetëror për të cilën palestinezët këmbgulin kaq shumë. Nuk e di dhe nuk mund të jem kaq optimist. Pse? Sepse marrëveshja është një bazë e mirë negociatash, por nuk shkon në thelbin apo në zgjidhjen e thelbit të problematikës ndërmjet palëve. Që do të thotë që thelbi është si historik, si me problematika të thella historike, ashtu dhe me problematika të këndvështrimeve të ndryshme të cilet shihen si në ato fetare, si etnike, ashtu edhe në interesave të drejt për drejt të Izraelit për mbijetesën e tij si një etnitet shtetëror. Pse e them këtë? Nëse do shohim në hartën, Izraeli është i vetmi vend në rajon i cili është i rrethuar thuajse nga të gjitha vendet të cilat nuk janë, do thoshja unë, jo vetëm pozitive kundrejt tij, po deri tashmë kanë qenë të gjithë ose pjesa më e madhe kanë qenë kundërshtare kundrejt Izraelit. Dhe rrjedhimisht shtohet edhe një shtet tjetër, mundësia e krijimit të një shteti tjetër i cili gjithashtu nuk do jetë po kaq do thoshja unë pozitiv kundrejt Izraelit. Në këtë këndvështrim, Izraeli e shet vështirë krijimin e një autoriteti shtetëror palestinez dhe nëse do shohim, sepse shpeshherë kur bëhet analiza shihet një palë ose shihet pozicionohen palët duke vendosur dhe ato të cilat janë besimet e tyre apo qëndrimet e tyre mbi konfliktin. Duhet kthyer me fjalë të thjeshta thika ndonjëherë edhe nga vetvetja. Pra, këndvështrimi se si shes çdo shtet dhe çdo entitet atë që është qenësia e tij, qoftë politika apo vazhdimësia e tij politike. Kështu që analiza duhet bërë
se si e sheh Izraeli interesin e tij dhe se si nga ana tjetër sheh edhe vetë autoritetet e ndryshme palestineze ato që janë interesat e tyre. Mirë, po sipas gjykimit tuaj, do të thotë Izraeli që nuk do të lejojë që marrëveshjet të shkojnë afatgjat, duke thënë se kishim provokime, kishim sulme, apo do të ketë një thyrë të kësaj marrëveshje, sepse ka dhe skenar të tillë të cilët flasin se kjo marrëveshje është shumë e mirë për të besuar nga grupi militant palestinez Hamas, për shkak se ata kanë frikë se edhe në rast se dorëzohen, marrin amnistinë dhe largohen nga Gaza, mund të vriten nga Izraeli pikërisht në këtë moment të fundit. Dhe kjo mund të ndodhi. Historia ka treguar që Izraeli është një vend i cili në politikën e tij nuk harron, që do të thotë që kundërshtarët e tij i ka vendosur për herë në target dhe ka arritur eliminimin e tyre. Kemi eliminime nga më të suksesshmet edhe në vitet e fundit brenda shteteve të tjera dhe eliminimet brenda në Iran, eliminimet Shpërtimi i Arab kanë qenë kaq të suksesshme dhe kaq të paparashikueshme sa që kanë treguar edhe atë që suksesi i shërbimeve të inteligjencës si të ushtrisë ashtu edhe jo të Izraelit. Në këtë këndvështrim, marrëveshja vërtet më lejon atë që është largimi i trupave të cilat duan të largohen nga të trupave të Hamasit, të cilat duan të largohen, por lë dhe një dritare tjetër, që më vonë kanë mundësinë e rikthimit pas nëse do duan pasi të ketë një ndërtim të një entiteti politik dhe qeverisës në Gaza. Rrjedhimisht ekziston mundësia, të paktën e marrëveshjes, që siç lejon largimin e tyre, lejon edhe rikthimin e tyre përsëri në Gaza. Kjo ngelet për të parë se si do jetë dhe draft marrëveshja apo marrëveshja përfundimtare që do publikohet nga palët. Janë, siç të thash edhe më parë, e gjithë marrëveshja është një bazë e mirë diskutimi, por me sa duket gjatë negociatave janë prekur pikat të marrëveshjes apo janë formatuar pikat të marrëveshjes, të cilat do shohim në fund se si do jenë apo të cilat pika kanë qenë do thoshja më të rëndësishme për të mbajtur dhe cilat të tjerat janë riformatuar në bazë të nevojave, kërkesave apo edhe negociatave midis palëve. Një pyetje shumë shkurt për të mbyllur kështu edhe pjesën e parë. Duket se ky është presioni më i madh që është bërë Izraelit për të qëndruar siç duhet në negociata, pavarësisht përplasjeve me Trump. A është kjo për qëllime realistike të Shtetet Bashkuara që duan të tregojnë se kur duan të bëjnë paqe, ja dalin ta bëjnë diçka të tillë, apo qëndron tek interesi i Donald Trump për Nobelin e famshëm? Shikoni, nuk e di se sa kjo e dyta është realitet apo një do thoshja një fiction e kryesisht nga media ndërkombëtare, duke njohur edhe shpeshherë edhe natyrën e presidentit Trump dhe mënyrën se si ka funksionuar gjatë gjithë presidencës, qoftë parë të tij, qoftë në këto muaj të presidencës së dytë. Megjithatë, ajo që i duhet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe presidentit Trump i duhet një kredo politike për të arritur një marrëveshje të madhe, të cilën deri tashmë edhe pse ka njësër marrëveshjesh apo ka patur ndërhyrjen e tij për të zgjidhur disa konflikte rajonale, të vogla do thoshja unë deri më tashmë, megjithatë ka qenë kontributi i tij për të zgjidhur. Një marrëveshje e madhe i duhet për kredon e tij politike dhe për atë që është investimi i tij shumë i madh. Duhet thënë që një nga investimet parësore të tij ka qenë ky konflikt që në marrjen e presidencës dhe konflikti sigurisht i Ukrainës me Rusin nga ana tjetër. Që ka ngecur, është shumë i vështirë dhe kompleks për të zgjidhur, megjithatë duhet thënë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu siç edhe ju e raportuat, në qoftë se do ketë një lëvizje të presidentit Trump në rajon, atëherë do flitet besoj për një augur të mirë për zgjidhjen përfundimtare ose zgjidhjen të paktën në bazë të kësaj marrëveshje, se sa do jetë përfundimtare në thellësi kohë do ngelet për të parë, sepse ka patur edhe në të shkuarën marrëveshje të cilat kanë qenë ndërmjet autoriteteve të ndryshme ndër vite palestineze me Izraelin. Gjithmonë Shtetet e Bashkuara kanë qenë një nga palët të cilat kanë qenë më, do thoshja, shtytse apo edhe me presion kundrejt të dy palëve për të zgjidhur, por shpeshherë në bazë të interesave politik nuk ka ecur. Marrëveshja e krijimit të shtetit të dy shteteve është e hershme dhe
për arsye të, do thoshja unë, të radikalve, qoftë nga njëra anë, qoftë nga ana tjetër, nuk ka çuar në zgjidhjen e saj. Uroj që kjo të jetë edhe marrëveshja përfundimtare dhe të kemi një paqe afatgjatë. Emilio Çika, të falenderoj që ishit në program në këtë pjesë të parë, ndërkohë ne do të shkojmë në një shkputje shumë të shkurtër për të rikthyer vetëm pas pak. Jemi rikthyer në program, cekëm në pjesën e parë të War Report, ditën e sotme, rëndësinë e trupave ushtarak në frontin e betejës në luftën e Europës lindore mes Ukrainës dhe Rusisë. Do të ndalemi pikërisht te kjo çështje ditën e sotme, pasi këto humbje duket se nuk ka qenë të lehta për t'u zëvendësuar as nga Moska e mbi të gjitha as nga Ukraina, vendi i cili po përballet me agresionin rus që prej shkurtit të vitit 2022. Por Kievi i shtyr nga nevoja dhe e thënë ndryshe në gjuhën popullore edhe nga halli, ka gjetur një tjetër zgjidhje. Raportet e mediave ndërkombëtare flasin për të paktën 15.000 robot të cilët po veprojnë si ushtar, si sulmues, por gjithashtu edhe si mekanizma mbrojtës në frontin e betejës për të larguar nga zonat e rrezikuara ushtarët e plagosur. Për diskutuar për të gjithë zhvillimin teknologjik në fushën ushtarake, do të jem ditën e sotme me zotin Ermand Mertenika, inxhinier fizikant. Përshëndetje dhe kënaqësi që jam pranë jush në ABC News për këtë tematikë interesante që me sa shikojmë zhvillimi i teknologjisë inteligjencë artificiale, kuptohet që ne kemi përmendur krahas sektorëve të ndryshëm është edhe prezent në sektorin militar. Ne faktikisht kur flasim, domethënë, sepse sot po ta shikosh në një farë mënyrë nuk ekzistojnë me luftra me njerëz. Sot teknologjia domethënë po bën vetëm që luftat realizohen vetëm me anë të inteligjencës artificiale, vetëm me, siç e kemi përmendur, me dronet robotik, me sistemet automatik robotik, domethënë qoftë edhe tanket me komandim remote. Faktikisht Ukraina është një vend që realisht është potencial në teknologji. Dhe realisht, me sa kam studiuar dhe unë paka shumë, domethënë rastësisht para një viti, po shikoj domethënë sepse ne eksplorojmë shumë këtë teknologji e tjerë, ka disa nga manufacturers ose fabrikat prodhuese më të mira të teknologjisë së dronëve. Janë dronë ushtarak, janë shumë të fuqishëm, domethënë po ta shikojmë kanë një, si mund të themi domethënë sensor integration që detekton, pra është sistemi i avancuar i mikrokontrollerëve dhe është shumë interesante. Faktikisht, edhe ajo që kanë pikërisht pra të implementuar shumë, ne kemi përmendur, është software-i që bën çdo gjë. Është një sistem automatik, shumë i integruar, shumë i avancuar, gjatë të cilës pikërisht pra dronë militar, dronë domethënë të cilët janë shumë të fuqishëm. Edhe çmimi i këtyre dronëve është jashtë ka një kosto të lartë, por edhe Shtetet e Bashkuara thonë se po bëhen lider, por duhet ndalem për te dronëve të cilët kanë qenë një sukses i jashtëzakonshëm dhe është përmendur edhe fakti se përdorimi i tyre dhe inteligjencë artificiale si sisteme GPS mund sjellin pikërisht tek goditjen e drejtë për drejtë, por duhet ndalem pikërisht tek robotët që në këtë rast kanë një goditje precize ndaj objektivave. Ne kemi përmendur çfarë teknologjie përdoren? Ne kemi përmendur faktikisht, domethënë çdo gjë këtu ka të bëjë me software-ët. Çdo punë që gjatë të cilës bën një sistem robotik automatik, si në çdo sektor dhe ke pjesa militare, është software i që menaxhon dhe sistemi automatik. Kuptohet, këto funksionojnë edhe me sistem optik shumë preciz. Domethënë se flasim për një teknologji, ne po flasim sot për inteligjencë artificiale, imagjino, gjatë të cilës edhe bateria, gjëja më kryesore e dronëve është bateria, ka zgjatje në ajër, domethënë që këto shkon minimalisht 4 orë që qëndrojnë. Se këto janë dronë, domethënë dronë militar bombardues që e hedhin elementin shpërthyes me precizion shumë të lartë. Është sistem, si mund të themi, është sistem automatik, shumë i avancuar dhe kanë pikërisht edhe atë pjesën e GPS-it, kamerat infrared, sensor të ndryshëm, sa ka kuptohet, janë sistemin automatike shumë të kushtueshme, janë shumë të avancuara, madje unë desha të përmend një kompani ose një manufacturer, një prodhues shumë fuqishëm Ukrainas për këto dronë, që është kjo pikërisht pra Eagle Flies, rastësisht faktikisht duke hulumtuar duke parë, edhe ishin dronë që kushtonin gati mbi $300.000. Imagjino domethënë çfarë teknologjie. Të gjithë prodhuar në Ukrainë, me të gjithë komponentët e tyre. Shiko, po ta shikojmë në farë mënyrë ne flasim për Ukrainën, por po t'i hym, domethënë po t'i hym, ne po analizojmë inteligjencën artificiale që po aplikohet, sepse dhe
konflikti midis Rusisë dhe Ukrainës, unë shikoj pak më detajuar, pak më thellë. Se po të shikojmë, domethënë, aspektin militar, ose më saktë Rusia është si mund të themi është potenciali i dytë botror ushtarak. Kështu që nëse do bëjmë të mundur llogaritjen, sepse përderisa kemi të bëjmë është një kalibër tjetër që ka të bëjë pikërisht pra me armët nukleare etj. Mbetet me teknologjitë që janë bllokuar pikërisht edhe Rusisë nga këto sanksione gjithëpërfshirëse. Ajo që unë mendoj faktikisht Sali është fakti që Rusia këtu po bën një lloje strategjike për të matur pulsin e potencialve oponent, domethënë ose më saktë kundërshtarëve, se nëse do marrim pikërisht pra teknologjinë dhe aspektin militar të Rusisë, Rusia domethënë e ka shumë të kollaj për pak kohë, domethënë që ta dominojë ose ta invadojë ose ta pushtojë Ukrainën. Por mendoj që kjo është situatë politike më e detajuar, domethënë ku unë e përmenda pak a shumë, Vladimir Putin mendon që ose më saktë shikon mat pulsin e liderëve të tjerë botror. Por që teknologjia, unë e përmenda pak a shumë, sot në luftra nuk përdoren më luftra me njerëz. Është absurde. Sot ke tanke robotik, ke dron militar, ke sisteme të cilët janë remote controlling, domethënë që janë me precizion shumë të lartë, dhe kjo është keq përdorimi, ose që ne i themi një side effect të inteligjencës artificiale, se inteligjenca artificiale kryesisht edhe keq përdoret. Por çdo gjë menaxhohet nga ne. Sa efektiv janë këto robotë që janë BTS? Pra unë dua të kuptoj, ndoshta saktësinë e njeriut nuk e kanë, por sa larg ka shkuar teknologjia? Jo, saktë përkundër, shumë e drejtë është kjo që ke prekur. Unë mendoj që saktësia, domethënë saktësia e inteligjencës artificiale aplikuar në çdo sistem, kryesisht edhe ato militare, është shumë e saktë në raport me njerëzit, janë më preciz sepse ato funksionojnë me gjë algoritmike. Pra kanë këto robot aftësinë për dalluar një llogor? Patjetër janë. Po, sigurisht, madje shumë interesante, ka projekte sot të cilët realizohen me gjuhë programimi, gjatë të cilës janë shumë inteligjent, për shembull detektojnë pengesat, bëjnë të mundur lëvizjen inteligjencë artificiale. Pra, është vetë software gjatë të cilës është shumë i avancuar që menaxhon çdo gjë. Duke u harmonizuar me një grup sensorësh, me hardware-et, ajo një dron si ajo mund të ketë qindra sensor gjatë të cilës menaxhon dhe nivelin, edhe domethënë distancimin e veçantë kryesore. Ka një telekomandë që bëhet nga është në remote, patjetër. Pra deri në sa kilometra është kjo distancë e cila mund të shërbejë për këto mjeta? Kryesisht këtu funksionon, domethënë flasim për distanca shumë të largëta, domethënë që kalojnë edhe 7 edhe 10 kilometra, flasim domethënë për distanca shumë se inteligjenca artificiale ndikon në si mund të themi, në rast parë dallimi kryesor është precizioni. Domethënë është saktësia maksimale për çdo gjë, është targeti kryesor. Domethënë, një dhe këto dron kanë dhe gjë tjetër që mbajnë shumë peshë. Edhe ajo që është pika më kryesore e dronëve është kozgjatja e qëndrimit në ajër. Pra ka një sistem të integruar inteligjent që menaxhon pikërisht pa dhe kohën e baterisë, që në sensin që edhe të ngrej peshë dhe mos konsumohet shumë shpejt. Domethënë mos bëhet të mundur harxhimi. Pra eksplozivi. Pikërisht, janë dronë të mëdhenj, janë të kushtueshëm, teknologjia është shumë e lartë, kanë një software të cilët updatohen, azhurnohen, domethënë është teknologjia e fundit. Unë e përmenda ka qindra sensor gjatë të cilës ajo, ne flasim sot për inteligjencë artificiale që po krijojnë humanoidët, domethënë njerëzit robotik, që i themi ndryshe, ose ato e thënë në thojza njerëzit bionik. Pra sistemet robotike si Ameka shikoni njëri identik, pra njerëzit mund domethënë krijohet kloni digital i njeriut. Pra robotët humanoid, jo më kur flasim për teknologji të tilla të cilët sa vinë dhe gjithmonë azhurnohen, zhvillohen. Pati edhe një zhvillim të fundit javës shkuar nga Ukraina, bëhet fjalë për një dron të ri i cili kishte për masa gjigande, bëhet fjalë për masa dhe pesha. Quadrocopter. Po, quadrocopter është forcët e Kievit. Gjatë të cilës është e pajisur me 4 helika elektromotorë të fuqishëm, gjatë të cilës mbajnë dhe shumë peshë. Mund të kishte deri në 200 kg eksploziv raportohet dhe të shkojë një distancë deri në 200 km. Kur flasim për dronë, se dronët janë teknologji, ose më saktë dronët janë tipologjive të ndryshme. Kur flasim për dronë ushtarak, flasim për dronët më të fundit, domethënë dronë të cilët pikërisht pra edhe kanë precizionin e lartë, edhe kanë pikërisht pra rezistencë ose kozgjatje në ajër, edhe mbajnë elemente shpërthyese me peshë të madhe, por që gjithashtu edhe software-in e kanë shumë zhvilluar. Pra gjuhën e programimit e kanë zhvilluar. Këtu flasim fiks, për një inteligjencë artificiale që është sot ka arritur majat. Sepse inteligjencën artificiale, krahas aspektit shëndetësor,
në aspekti militar është shumë mandatore që po përdoret. Por këtu e shikojmë edhe si keq përdorim. Domethënë e shikojmë një side effect të inteligjencës artificiale. Domethënë sepse ato janë inteligent, por që menaxhohen nga ne. Pra, është zhvillim të i rëndësishëm këtu. Ndërkohë folëm për dronët së bashku, cilët kanë qenë një objekt suksesi. Shtetet e Bashkuara kanë thënë, e gjithë bota duhet mësoj sot nga Ukraina dhe Ukraina mësoj nga nevoja. Ukraina faktikisht duhet kuptoj detektimin nga forcat ruse. A janë të padukshme në radarët e mosës? Nuk po flasim për sistemet cilat kalojnë kufirin e Ukrainës, por megjithatë, siç thash edhe pak më parë, ka sfida të tilla si llogoret, ka sfida të tilla si tanqet. Ne mund të bëjmë, ne mund të krahasojmë pak a shumë këtë me këto avionët fluturus të cilët janë antiradar, të cilët kanë element, domethënë është kompoziti kimik gjatë të cilës nuk detektohen nga radarët. Domethënë sot kjo është bërë, kjo aplikohet. Domethënë aspekti kryesor është materiali i cili aplikohet, materiali, domethënë elementi kimik i cili vishet droni, që mos detektohet nga radarët. Kjo është ai koncepti, domethënë që flasim për teknologjinë, është kompoziti gjithë për të qenë, domethënë për të depërtuar, për të qenë precis në goditje, gjithashtu edhe elementet e tjera, kryesisht pikërisht pra dhe detektimi me infrared, ose me sensor gjatë të cilës detektojnë lëvizjet aerodinamike, qofse kemi dëgjuar, për shembull është një koncept fizik gjatë të cilës kur një avion, për shembull ushtarak, godet me një element ose me një predh, një avion tjetër e detekton me atë sensorëve. Për shkak të një zhvillimi të minutës së fundit, Donald Trump po flet në një konferencë për shtëpi nga shtëpia e bardhë, kreu i shtëpisë së bardhë ka deklaruar se mund të arrijë në lindjen e mesme përgjatë kësaj fundjave. Jemi shumë afër marrëveshjes dhe unë mund të udhtoj në lindjen e mesme të dielën. Të gjithë vendet islamike dhe arabe janë të përfshira në këtë çështje dhe kjo nuk ka ndodhur kurrë më parë, thot kreu i shtëpisë së bardhë pas një reagimi të drejtë për drejtë të ardhur nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, i cili sapo ka deklaruar se Washingtoni zyrtar ka marrë raportet e para për një përparim të ndjeshëm në negociata. Ndërkohë në orët në vijim padyshim edhe në edicionet informative do të keni mundësinë që të informoheni mbi të gjitha zhvillimet sa i përket edhe negociatave që po mbahen për lindjen e mesme. Ndërkohë zoti Mertnika duhet të bëjë një pyetje të fundit sepse jemi edhe në minutat përmbyllëse, kur inteligjenca artificiale doli dhe zuri vend, të gjithë thanë se nuk mund të zëvendësojë njerëzit në punë të ndryshme dhe dua të tërheq një paralele pikërisht për këtë situatë. Sot kemi mira njerëz që janë pushuar nga puna si besoj e kësaj teknologjie dhe pyetja është shumë e thjeshtë dhe shumë e qartë. A do të kemi në të ardhmen ndoshta një luftë mes robotëve dhe eliminimin e njerëzve? Kjo është një pyetje shumë e bukur që më ke bërë realisht, sepse po e shikojmë që inteligjenca artificiale, zhvillimi, domethënë në këtë sistem kapitalist që po jetojmë, aspekti kryesor i këtij sistemi është produktiviteti, është edhe feedbacku, që do të thotë korporata të mëdha, të cilës janë korporata elektronike, korporata të industrive mjekësore, korporata të automobileve, sot e kam fokusin kryesor tek produktiviteti. Nëse për shembull se inteligjenca artificiale po na dominon inteligjencën tonë natyrale në mënyrë indirekte, jo direkte, që do thotë pikërisht pra është instrument shumë i rëndësishëm për ne, domethënë është shumë ndihmës në çdo sektor, por që ideja është që ne inteligjenca artificiale nuk na dominon realisht, por që në zëvendësimin e vendeve të punës, në industritë e mëdha sot ke një staf shumë të ulët punojësi, domethënë të kualifikuar, overqualified që ne themi, ndërsa pjesën tjetër e bën sistemi robotik dhe produktiviteti mujor është i madh. Që do thotë kjo është në mënyrë indirekte, por inteligjenca artificiale sot ka krijuar dhe aspekte pozitive. Ka krijuar për shembull profesione që është social media manager, gjatë të cilës të rinj sot apasionuar mbas marketingut digital. Do kemi konvertim të ushtarëve digital në front. Patjetër po krijon, sigurisht që po krijon. Mua më kujtohet ai filmi ai robot atëherë me Will Smith, ka qenë shumë i film interesant, pra kjo po ta shikosh teknologji është krijuar, domethënë ose është ideuar nga Hollywoodi dhe tash ka kaluar në Silicon Valley, që do thotë çfarë është krijuar është aplikuar. Sot mund të krijohen pikërisht, pra dhe vazhdojnë të krijohen sisteme robotike, të cilët po konkurrojnë njerëzimin, por në mënyrë indirekte, sepse sistemet robotike gjithmonë menaxhohen nga ne. Jemi ne ato që japim pa debat. Dhe do të ketë programatika të cilat do të kërkojnë edhe mendjen e njeriu. Ermat Mertika, të falenderoj që ishe mbrojtje. Kënaqësi edhe për mua që isha pranë jush në ABC News. Të falenderoj. Ndërkohë ne kemi mbërritur kështu në fund të faqes 4, në fund të War Report edhe për ditën e sotme, ndërkohë që ju rikujtoj se të rejet më të fundit mund të ndiqni në çdo kohë në abcnews.al, si dhe të na dëgjoni në radio ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë natën e mirë.